Kush prej jush në tjerën e kaluar e përsëritet temën përmes video incizimit. Kush e ndëgjoj edhe një herë atë që diskutuam tjerën e kaluar. Ka dikush që e ndëgjoj edhe një herë. A e keni ndëgjuar apo jo? Jo. Jo, domthon ne gjusë kemi të gjukto edhe s'ka nevojë. Është interesant se unë kam nevojë me ndëgju vetë. Ne dëgjoj spokull edhe një herë. Dhe nëse ka nevojë të kthehem në pjesë. Nëse do të më shtu pra diçka tjetër. Çdo që tjetë, unë ju i vetëdijshëm të disa dhe ju se me një takim një njërë diçka minuta hapje temave të thella nuk janë të mjaftueshme për me mbet ideja, për me mbet qëllimi ose temi ajo fundamenti, esenca në kokë. Për shumë rëndë. E du të më bërë prehi e të menduarit gjatë tërë javës, që me një farforme në ushtresu. Kjo formë e komunikimit nuk është obligativ. Nuk është shkollë, ku duhet më mësu pa tjetër mësimin, më dhe dikush pyet me nota edhe ta vlerëson rezultate. Është thjesht mundësi e lirë e njerëzve nëse kanë dëshirë me mësu ma tepër ose me hy në tema më të thella që kryesisht në 99% rasteve nuk trajtohen në shkollimin formal. Për me u bë shprehi, themi, ai mendim ndryshe, siç thamë herën e kaluar në ndrimin e paradigmës, për shkak se vetëm një orë e gjysmë mjaft. Me një koncentrim, themi, hajde atë ditë, do të shkojmë në kafe, diskutojmë atje, nuk e ndron paradigmën. Është njësoj sikur syri që është me stravizëm. Syri me stravizëm shef në mënyrë të koncentruar, shkon majtas djatas, keni pa njerëzit me sheqim stravik. Edhe ti me seansa të energjisë e tjerë, do shta i drejton syt. Ama në momenti kur mungon energjia prap syt shkojnë majtas djatas, nuk e ka fokusin e orientuar aty ku duhet. Prandaj është në rëndësinë e kuptuar rëndësinë e këtyre temave. Për shkak se nëse nuk e kuptojmë dhe nuk e kemi shprehit të menduarit, atëherë do të mungon edhe shprehia e aplikimit. Një këngë që është e bukur, e ndëgjojmë sa herë. Me që kemi shumë kënga që janë të bukura, herë njërën herë tjetër, tamam kur mbarojnë gjitha, prapë themi te e parë. Ashtë qarë kjo këngë s'është e bukur, ani nuk i kthej e njërë me ndëgju. Ose këngën është e bukur, ama ka dhimbje. U të dhimbje dhe tuket si ku diçka e randë dhe që nuk është pa tjetër. Unë kam për detyrë mi u thonë, edhe pse jam i vetëdijshëm se ndoshta një përqindje shumë e vogël, nuk është përqindje. Promil i vogël i njerëzve do të aplikojnë. Nuk e di pse është kjo kështu, ama është një rregull e pashkruar se gjithë e dinë çka është mirë, ama një pakicë dërmuese aty të njerëzve nuk e bëjnë. Unë disa herë kom përdor shembull dhe pyetjen e një. Kush për jush ka dëgju se nëse hani një mollë në ditë, natë shtëpi, natë derë nuk hyn mirë. Kush për jush ka dëgju? Gjithë. Kush aplikon? Asnjë. Ndoshta nëse je kultivu si mollave, atyre që kanë ratë katëve, ose për mos mi huj dhe këshën, ama shprehi, po bëj shaka. Nuk e kemi. A gjithë e di. Ose kemi ndëgju se preventiva është
100 herë më e lirë edhe më e mirë se sa mjekimi. Kush punon preventiv? Askush. E di, ma punë nuk e bëj. E njëjta punë është edhe me zhvillimin e trunit. Duhet me kuptu njëherë për gjithmonë se mënyra jonë e menduarit me sistemin e vjetruar, me paradigmën e vjetër, për shkak se tema ishte ndrimi i paradigmave, na ka sjellë në këtë gjendje që jemi. Nuk është e mundur ne me kriju sukses tjetër me mendjen ose me sistemin e të menduarit, e të vepruarit vjetër. Ajo mendje na ka punë neve të problemi, me të njëjtën mendje se mund ta zgjidhim atë problem. Personalisht unë, me pas një, themi një sy të fshehtë, një inqizim të thjeshtë, një kamerë të fshehtë, edhe me pas mundësi ju me pa pjesën e punës time, sa i përket përgatitjeve personale, jo që bëjt përgatitjen a priori vetëm për këtë orë, po dëshirës madhe që me dalë sa ma në sipërfaqe, me qenë sa ma i gatshëm për sfidat e jetës, jo vetëm për vetveten, po për gjithë ata që më bëjnë, cila krejt punë, cilat janë ato aktivitetet, cilat janë ato sfidat që unë mirë. Do thotë, gjatë ditës, kthejmë në temën time, dëgjoj vetveten, po ndëgjoj tjerë, pa hy prej temës në temë, pa marrë shënime, pa e mendoj, e filozofoj tjerë, edhe krijoj një energji tjetër që i te i kalon ato sfida temë ose ato frustracione apo ato dilema vështirësi në moment. Nuk di sa e me qartë. Edhe unë me atë pjesë jam i pasionu, nëse s'kam diçka urgjente, praktikisht për të me dalë për shtëpisë, vetëm e punu pak më ndryshe se sa pjesa dërmuese e njerëzit. Të menduarit në sistemin e vjetër bjen reagime si që ishte ai mbrau për ju që jeni në grupën edhe i koni jeni kushe jeni pjesë në mërmendet që jeni në atë grupë. S'kishte disa ditë që kishim diskutu për mënyrën e të menduarit. I pam atë eksperimentin me ato fotografit. Çka shef, fotografi imponume, paradigmat e vjetra, e tjere. Varësisht për asaj sa shfrytëzojmë trunin, ne kemi parasvlerën e suksesit. Në çdo rami. E tani, fatkeqësia është edhe më e madhe kur neve jemi këtu, edhe mund ta dëgjojmë themi sesionin, ligjërimin live, direct, në mësu diçka, edhe është e hapur për gjithë, nuk e bëjmë atë punë, në masën më të madhe. Nuk e bëjmë atë punë as i javë, as i muj, 2 muj, 3 muj, 1-6 muj paraqitemi, e pastaj reagojmë me mendjen e jetër. Prandaj janë të rëndësishme këto takime. Për shkak se na ndërtojnë personalitetin ton, karakterin ton për me qenë suksesshëm. Për shkak se biznese siç është Lajkoneti janë biznese ku punohet me njerëz, ku komunikimi elementar i drejtë është nëse i nevojshëm. Nuk ka mundësi me udhëheqë rrjetë dhe njerëzit me i bërë njerëz të suksesshëm, secili prej nesh, nëse ne nuk kemi çka në dorë. A mundesh me dhënë diçka që s'ke? E pamundem është. Për me dhënë duhet me pas diçka. A atë që njeriu e jep, nuk është vetëm në formë të parave, është themi dhënia më primitive. Ajo që është me rëndësi për me përcjell të njerëzit, është
metoda e suksesit, cilat janë elementet fundamentale që njeriu me qenë i suksesshëm jashtë shkollës, jashtë njohurive formale. Ato formalet i dim krejt. Prej shkollës fillore, shkollës mesme, shkollimit lartë etj. Prandaj mbavëm të takime. Prandaj unë i kam dhënë rëndësi, për shkak se elementi njerëzor, shtylla vertikale e njeriut është e rëndësishme. Prandaj e hapëm temën e librave që janë shkruar, themi 150 vjet më parë, që krijojnë vertikalen njeriu, boshtin kurizor, karakterin, edhe librave që mirën me horizontalen, me sipërfaqësore, me themi instant metoda, thjeshta, shkurta, shpejta për më sukses shpejt. Prandaj mirëme me elementin tonë të brendshëm, për shkak se vetëm ne kur ndryshojmë, mund ta ndryshojmë realitetin tonë që na rrethon. Nuk është e mundur suksesin e me marë prej jashtë mrenda. Me marë shembullin jashtë, edhe mandej me fut mrenda. Jo. S'është e mundur ju me ndryshu dikë tjetër, ose me udhëheq dikë tjetër me qenë suksesshëm, nëse ju nuk ndryshoni, nëse ju nuk jeni suksesshëm. S'është e mundur. Si mundi me kërku sukses të tjetri kur ju nuk jeni suksesshëm. Si mundi me kërku aktivitet të tjetri kur ju nuk jeni aktiv. Si mundi me kërku mendje të tjetri kur ju nuk jeni. S'është e mundur. Prandaj ne I bëjmë këto. Ajo që nuk shohim, e që nuk dim që nuk e shohim, dhe atë që nuk e dim, a nuk e dim që nuk e dim, a mendojmë se e dim, është e mundur me kuptu vetëm përmes librave, përmes autorëve, përmes njerëzve që janë kurtak, për me pa, me mat vetveten, me pa ku ne jemi prezent në hapësirë dhe në kohë. Shkak se mënyra e komunikimit, nëse I dëgjoni njerëzit, ose dëgjoni vetveten, niset prej faktit se thotë unë e di. Aty fillon problemi. Momenti kur thu unë nuk di, edhe kam nevojë me ditë, aty fillon përmirësimi, aty fillon suksesi. Prandaj ne diskutojmë këtë gjë. Edhe unë tash sonte do t'ju lexoj një sekuencë në gjithnjë nga libri që morëm përsipër me analizu. A lidhje me librin, hapa edhe libra tjerë në ndërkohë, që mirën me temat të ngjashme. E mandej kuptova se realitet Stephen Covey është inspiru prej shumë libra, prej shumë autorëve, për shkak se ky libër, edhe çdo libër tjetër, është rezultat I shumë librave që autori ka në kokë, që I ka lexuar. Sa më I kvalitetshëm që është libri, aq më të kvalitetshëm janë burimet që ai njeri, që ai autor është shërbyer. Aq më të kvalitetshëm janë librat që ai është marrë edhe mendimi është aq më I kvalitetshëm. Po gjithsesi nuk mundet me dalë një jetë në dritë, një vepër, një libër, autori të cilit nuk ka marrë inspirim prej autorëve tjerë. Dhe ajo është çka? Ajo është trashëgimi, sikur që që shkon trashëgimi, themi gjeni, ashtu ndodh edhe me libër. Një rast ose dy raste ndoshta në prezantime sipër, ju kam përmend për një ngjarje, themi, që Stephen Covey e paraqet në librin e tij, në atë që ne përmes perceptimit ton e shohim një fotografi. Nuk e shohim fotografin tjetër brapa perës. Ose themi, perceptimi jonë vjen si rezultat I mendjes tonë dhe dijeve tona, ose themi frustracioneve, elementeve pozitive negative që deri në atë moment
ne e kemi ushqy personalitetin ton, karakterin ton. Edhe në bazë të asaj, ne bëjmë me njerë gjykim, gjykojmë. A njerëzit që janë urtak, edhe njerëzit që janë suksesshëm, ata gjithmonë e di se ka dy anë të medaljes. Mund të ketë edhe 3 anë, diçka që është mes. Edhe asgjë nuk është bardhë dhe zi. Për shkak se njerëzit në botë, në mungesë dijeve, a di çka thonë? A di si e ndajnë jetën? Bardhë, zi, mirë, keq, mik, armik. I trash, i holl, në kontraste. A në mes kontrastit ka dhe ngjyra tjera. Ban zban, vazhdimisht. Po, i keq, i mirë. Ka ma i keq, pak ma i keq, shumë ma i keq, ka i mirë, pak ma i mirë. Ka dallime. Sa ma pak që di njeriu, sa ma pak që ka një buri, e përcjell çka? E sundon emocioni. A emocioni është rezultat i eksplodimit në bazë të frustracioneve, ose të themi në bazë të paradigmave vjetra, ose të themi meskine turta. Që përmes një tregimit të vetë autorit, që autori shpaloset, zhvishet, ai vetë tregon për mënyrën e gabueshme të trajtimit të situatës. Ajo vlen në çdo lami, në çdo komunikim, në çdo vend, në çdo kohë, në çdo biznes, me secilin prej nesh. Pa ata njerëz që kanë diapazon pak më të thellë, që kanë dëshirë me ndru paradigmat. Paradigma është sistemi të menduarit. Një sistem të menduarit. Por me ndru një sistem të menduarit, me dalë tjetër, çka duhet me bëj? Me heq shprehit e kësaj, i përfitu me po gradualisht me dalë të tjetër. E tash ky flet për fuqinë e një paradigme të transformuar. Dhe ai është transformuar. Dhe rastin kur ai është transformuar, bile tregon edhe raste të tjera që atë librit do të kemi mundësi me lexu prej tij, moment të transformimit, kur ai vjen deri te ajo eureka, wow, çka u botash. Në po mendimin e kulluar dhe mendimin e drejtë, ose të themi gjykimin e drejtë, përfitojmë kur i dëgjojmë dy orë. Ose kur i shohim pak më thellë, thot, tash ky flet, thot, e kujtoj, thot, transformimin e një mini paradigme. E thot mini paradigme, për shkak se është një rast ku ai e shef se në realitet shikimet e tij janë të vjetruara. Thot, kujtoj transformimin e një paradigme që përjetova një ditë në mëngjes të një metro të New York. A New York, zbret në metro, edhe ai tash hyn në tregimin e tij. Thot, njerëzit qëndronin në ulur në qetësi, në vagonin ku ka qenë, disa lexonin gazeta, disa kishin humbur në mendime, disa qëndronin me sy mbyllur, ishte një pamje e qetë e paqësore. Ju ka ndodhur në autobus, në metro, hyni, edhe ajo atmosferë që mbretëron. Dikush lexon, dikush. Edhe është kjo përshkruar. Pastaj thot befas, një burr me fëmijët e tij u futën në vagonin e metros. Një burr me 2 fëmijë. Fëmijët ishin ashtu të zhurmshëm dhe të rrëmushëm, saqë menjëherë e tërë atmosfera ndryshoi. Thot, burri ul pas meje dhe i mbylli syt, në dukje indiferent ndaj situatës. Fëmijët u lërinin poshtë e lartë, ulin para mendu situatën. Ajo shturi ka mbyllur syt, mbas këtij, fëmijët në vagon kanë dalë jashta normales, duke hedhur çdo gjëra, madje duke u rrëmbyer gazetat njerëzve.
Thot ishte vërtet diçka shumë e shqetësuese. Dhe prap burri ulur pas meje nuk bënte asgjë. Po. Thot ishte e vështirë të mos zemrohesh. Nuk e imagjinoja se si ai mundë të tregojë aq indiferent dhe të lejonte fëmijët e tij të vepronin kaq rëmujshëm dhe të mos bënte asgjë, të mos merrte kurrfar përgjegjësie. Ishte e qartë se dhe të tjerët në metro ishin po ashtu të zemruar. Domthon ky, i cili nuk kishte qenë prej nesh i zemruar. Kështu, përfundimisht, me atë që mendoja se ishte durim dhe përmbajtje e çuditshme, i u ktheva dhe i thash: "Kjo është ty?" Ka thonë: "Zotri, fëmijët tuaj me të vërtetë po shqetësojnë shumë njerëz. Habitem se pse nuk mund t'i kontrolloni sa do pak ata." Ky reagon. Thot burri me vështirësi, sikur për herë të parë të ishte në dijeni të kësaj situate dhe butësisht tha: "Keni të drejtë, thot mendoj se duhet të bëj diçka. Sa po erdhëm nga spitali ku mamaja e tyre vdiq rreth 1 orë më parë. Nuk di çfarë të them, por mendoj se ata nuk dinë si ta përballojnë këtë situatë." Çka mendoni kur ka dëgjuar Stephen Covey këtë përgjigje të këtij? A ka vazhduar me zemrimin paraprak? Jo. Thot, mund të imagjinoni çfarë ndjeva në atë moment. Thot, paradigma ime ndryshoi. Ai me cilën paradigmë ka reaguar? Me të vjetra. Thot, papritur unë i pash gjërat ndryshe, dhe nga që i pash ndryshe, mendova ndryshe, ndjeva ndryshe dhe usova ndryshe. Këtë kom pas ndërmend me lexu javën e kaluar. Edhe lam për këtë javë. Edhe më merr mendja se kishin qenë prezent krejt antarët e globalit. Ta kishim lexu këtë, reagimi i mbrëmshëm nuk kishte ekzistuar. Acarimi thot mu zhduk. Nuk shqetësohesha më për kontrollin e sjelljes apo qëndrimit tim. Zemra ime që e mbushur me dhimbjen e burrit. Dhimbjet e dhëmshurisë dhe dashamirësisë rodhen lirshëm. Sa po ka vdekur gruaja juaj, i ka thonë, i thash: "O sa keq më vjen, mund të më tregoni diçka që mund të bëj të ndihmoj. Çdo gjë ndryshoi në çast." Prej njeriu i cili ka reaguar me dukshëm, me nervozizëm, është ky njeri që përkundër asaj, në kontrast, në antitezë paraprake, e ka ndryshuar paradigmën. Para mendoni, kishte mendu Stephen Covey para se me reagu në kësi formë. Kush e di çfarë zori ka ky njeri? Kush e di çfarë problemi kanë këta fëmijë? Mos më dhon vetës sikletë dhe shqetësim edhe reagim asisori. Po të shumë njerëz përjetojnë një transformim të ngjashëm themelor në mendim kur ata përballojnë një krizë jetë kërcënuese dhe papritur i shikojnë prioritetet e tyre në një aspekt të ndryshëm, ose papritur futen në një rol të ri, si ky i burrit apo i gruas, i pritit apo gjyshit, i drejtuesit apo i udhëheqësit. Duhet e qartë thotë se në qoftë se duam të bëjmë ndryshime relativisht të vogla në jetën tonë, ne mund të përqendrohemi ndoshta në mënyrë të përshtatshme në qëndrimet dhe sjelljet tona. Por nëse duam të bëjmë një ndryshim kuptim plot, jo sipërfaqësor, më thellë, duhet të punojmë mbi paradigmat tona themelore. Bazuar thotë në fjalët e Toreut, i cili thotë: "Thojza, për çdo 1000 gjethe të rëna,
ka një dëmtim rënë. Thot, ne mund të arrim përmirësime sasiore në jetën tonë vetëm kur lëm të bien gjethat e sjelljes dhe të qëndrimit dhe të punojmë në rrënjet të paradigmat nga të cilat rrjedhin qëndrimet e sjelljes tonë. Në eksperiencën e jetës time, kom pas momente ku nuk i kom pas këtë time, por kom qenë i përmbajtur në reagim për shkak se mesi ku unë kom defilu ka qenë për mu i panjohur. Duke qenë mesi i panjohur, unë kom abstenu në reagim. Para tjetër atë ka kuptu si kur urtësi shumë të madhe për me. Ai mos reagim, shikim parë, sepse ka qenë situatë dramatike, unë s'kom reagu, për shkak se s'kom qenë i sigurt ai mes se do ta kupton atë reagim. Mirë, po prej anës tjetër, është kuptu sikur një qëndrim urtak i imi. Edhe kom pas shpejt se ajo heshtje ime ka kriju, ka thellu rënë në një mes ku kom fillu me zhvillu biznes. Kom pas raste se s'kom reagu se kom ditë anglisht, më kum shujt. Ai ka dalë mirë. Ta kisha ditë, kisha shku me gisht anglisht. Domethënë rastisht unë jam taku, jo se kom ditë. Rastisht jam taku me moment ku mundësisë shprehjes nuk kom reagu. Ai ka dalë se është ky njeri stabil, mendon, analizon, edhe ka pru rezultat. Ka pru rezultat edhe ndaj kolet, ku në fillimet e mia vitin 2012-2013 ka pas turbulenca në zyrët e Shkupit, ka pas themi nërskomsa, bryla, për qëllime, themi afat shkurta, interesa individuale, egot pa përbajtura. Unë kom net anë të shrekë si kom ditë situatat, si kom pas një hurit, si kom pas parametra. Kom qenë, si që shkruan në Kuran dhe në gjithë librat e shenjtë, i thjesht për nga shpirti, për kaq se si kom ditë informacionet. Ti kisha ditë informacionet, kisha reagu. Sa i përket karakterit atëhershëm timit, kisha reagu dhe mirë, po s'kom reagu dhe ka dalë se rajtet ky i analizon gjërat. Krejtësisht rastisht. E dini rastin kur nuk jom kthy për pushimit kur ka ndodhur havaria me fabrikën. Ai ka qenë për mos me prish rendin e shoqërisë që kishim shku. Mos me prish, kishim shku inter, s'u ne ktheja unë mua. Atë dëm që ish bë, edhe nuk u ktheu. Ajo te konkurenca ka ndiku jashtëzakonisht mirë. Domethënë, në përditshmërinë time, në historinë time, eksperiencat e mia, krejtësisht rastisht, pa i ditë këto rregulla, kur jam tërheq, nuk kom reagu me paradigmën e tjetër, se s'kom pas paradigmë tjetër. Për shkak që krejtësisht tjera nuk kom reagu, para tjetër e ka kuptu si qëndrim urta. E tani që e di, nuk reagoj për shkak se mbaj një rezervë për njërë të shohim gjërat, edhe pse themi në një vullnoj të emocioneve, të egose, të frustracioneve, ndoshta edhe i harroj. Mi po marrë dhe marrë. I harroj për shkak se e shoh se nuk është efektive, nuk është fitimtrues, nuk është mirë. Gjithmonë gjykimi vjen kur i dëgjon dy forma. Kur e dëgjon vetveten, kur e ndryshon paradigmën. Zakonisht njerëzit mbajnë on për shkak të afërsisë familjare, për shkak të themi interesave grupore personale,
për shkak përkatësive partijake, fisnore, themi, mohallës, ose thjesht simpative meskine, mbajnë anë. Mbajnë anë, nuk mendojnë. E njëjta punë është edhe në bizneset e kështu reagime, shumë ishe qartë. Unë sot u takova me personit cili ka marrë hapa për në ndryshu. Shivetash, nëse hapni atë klipin disa sekondash, aty kemi thot Kosova me të hija dhe ka Vojvodina. A është ashtu? Do thot njerëz që smiren me problemet tona reale. Njerëz që mendojnë ndryshe, që janë inxhinierë që janë me mendje tjetër. Ata I konsultojnë informacionet që vijnë prej Google-it ose prej burimeve të ndryshme. Ata nuk e çajnë kokën për. A ne çka bëjmë? Për shkak se na mungon ajo paradigma e re që duhet me ndryshu, shifni, vetëm duhet me konstatu se na mungon. Me konstatu se diçka nuk është në rregull me mua, nëse duhet me qenë suksesshëm. Ku gjë tjetër, edhe me kërku me ndryshu. A nëse jemi të përmbajtur dhe mendojmë pak më thellë se çështja është hap edhe për marketerëve të tjerë. Për shembull Skënderi javën e kaluar më parashtroi problemi. Edhe hapëm aty ku duhet. Shumë thjesht. E tash para mendoni unë dje mysafir kishin ardhur atë mundu si Covid 60 vjet apo 63, kanë ardhur nga Uru 60 vjetore. Në darkë me njerëz dhe shkruan. Privatisht, më shkruan edhe për marrë shembull për me ju me kuptu çka zgjon. Shkruan edhe në grup. A rregulla e shkrimit në grup, që janë 200 veta, 300 veta, 120 10 me që, është kultura e komunikimit. Nuk bëhet ashtu. Edhe mandej ne kërkojmë sukses në biznes, nuk ka sukses. A shka më mendoni, për 200 vetëve, sa janë të eduku me Stephen Covey? Sa? Po, dami ma. Ku I nuk je pjesë e zgjidhjes problemit, ku nuk je pjesë e krijimit të kreacionit të ri, edhe bësh pjesë e krijimit të problemit. Po marrim si shembull jo për me denigru, për këtë është një gjë. Për me marr shembull, çka do të thotë nëse ne e pastaj edhe më keq. Unë reagoj në reagim kundër reagimit. Keni pa replik kundër replik. Dhe kjo nuk është, kjo është punë e vogël. A paramendoni në momente dramatike të jetës juaj, jetave të njerëzve, ku jeni në kryq dhe duhet me vendos majtas, djathtas, mbrapa apo para. Mos them lart, poshtë. Në momente dramatike, çka më bë? Për me pru vendim, duhet me qenë njeriu I veshur me njohuri. Kemi thonë, njohuri personale, njohuri që merr prej shokëve, prej mesit që kanë kompetenca në lamica këtu. Njohuri prej autorëve, njohuri prej eksperiencës, dhe asaj I thonë urtësi. Këto janë elemente shumë të rëndësishme. Temat që ne këtu I kemi trajtuar dhe I trajtojmë, prekim çdo element. Prandaj janë të rëndësishme. Prandaj është vlefshëm këta autorë që shkruajnë, do thotë jo krejt librat janë themi themel. S'ka libër, do thonë se ekziston libër I keq. Por edhe prej asaj që ne mendojmë se është I keq nxjerrin përfundime si nuk duhet me qenë. Mirë po ka autorë dhe libra që janë fundamental. Në hulumtim e sipër të temës u
u rikujtova për një libër tjetër që ndoshta do të jetë në të ardhmen do ta diskutojmë, është në rrugën nëpër të cilën rrallë shkohet, ecet.